Rruga e Komanit e amortizuar prej vitesh tashmë po rikonstruktohet. Puna ka nisur me 10 kilometrat e parë nga Komani në drejtim të Vaut të Dejës. Për banorët e zonës nisja e punimeve do të shërbejë për zhvillimin e zonës. Ka qenë domosdoshme, rruga e degraduar, krejtësisht e degraduar. Ato do të ketë një ndikim shumë të madh, ndryshim 100%. Sa herë vinë turistë ato na pyesin a ka një rrugë tjetër për mu kthy. Ky investim ka ngjallur intereset e banorëve që jetojnë në emigracion, duke i nxitur ata të rikthehen dhe të investojnë në këtë territor. Unë jam kthy për emigrimit, e mundu me hap i biznes, po pengesa më e madhe ka qenë rruga. Ka qenë kërkesë e kaheshme, po desh kena ardhur të krijuar besimin tonë që një premtim i dhanë, po bëhet edhe realitet. Është shumë e rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy halat e vendit jon, edhe pse jo me investu edhe për këtë vend, se në fund ditës ne jena për këtij vendi dhe nuk do të më e lanë. Edhe me thënë drejtën, unë për veten time, unë mas shumë vitesh du me pa këtë vend, domethënë me shumë investime të reja, me shumë gjëra të mira, edhe pse jo minimu edhe print tonë këto edhe mu kthy prapë. Përveç zhvillimit të turizmit, ndërtimi i rrugës krijon lehtësi edhe për shërbimin shëndetësor në Koman. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në spitalin e Shkodrës, edhe shpeshherë i kena përcjell edhe me makinat tona derisa jena taku me ambulancën, se ka qenë shumë e vështirë transporti i tyne. Me hapjen e rrugës, ju na keni fal jetë. Them drejtën, gjithë kanë problem, kanë pas problem rrugën, gjithë kanë përfitu prej se rrugë, por ma shumë sa s'kush besoj se shnetësia, se kena të bëjmë me jetën e njerëzve. Rruga e Komanit lidh qytetin e Shkodrës me liçenin e Komanit dhe vazhdon drejt Fierzës, duke shërbyer si pjesë e një itinerari të rëndësishëm për ata që udhëtojnë drejt Alpeve shqiptare.